Pas votimit të Kuvendit të Shqipërisë për rrëzimin e kërkesës së Prokurorisë së Posaçme Antikorrupsion për arestimin e ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku, kanë ardhur reagime të forta nga ambasadat në vend. Ambasada Holandës ka reaguar në një deklaratë për mediat, ku ka theksuar se ndjekja penale efektive e korrupsionit, përfshirë edhe ata në nivelet më të larta të pushtetit, është një nga kërkesat kyçe për përparimin e Shqipërisë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Holanda mbështet integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian në përputhje me dëshirat e popullit shqiptar. Po ashtu edhe ambasada gjermane në Tiranë e ka cilësuar ndjekjen penale të korrupsionit si një kusht të domosdoshëm për progresin në procesin e integrimit të Shqipërisë në BE. Reagimi gjerman nënvizon se për të bërë përpara në këtë proces të bazuar në merit, Shqipëria duhet të sigurojë ndjekje të paanshme dhe efektive të rasteve të korrupsionit, veçanërisht në nivelet e larta të administratës. Ajo mbështet procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, por një kusht i domosdoshëm për të bërë progres është ndjekja penale e korrupsionit me efektivitet, edhe në rastet e zyrtarëve të lartë. Nga ana tjetër, edhe ambasada e Britanisë së Madhe ka theksuar rëndësinë e ruajtjes së sundimit të ligjit dhe pavarësisë së sistemit gjyqësor, duke u shprehur se imuniteti parlamentar nuk mund të shërbejë si pengesë për llogaridhënie përpara ligjit. Sipas ambasadës britanike, ndjekja e drejtësisë për korrupsionin është e rëndësishme, edhe kur bëhet fjalë për zyrtar të rangut të lartë. Imuniteti parlamentar duhet të mbrojë proceset demokratike, por nuk duhet të jetë pengesë për llogaridhënie të barabartë para ligjit. Ky është një moment kyç për të siguruar që çdo individ, pa dallim pozite, të mbahet përgjegjës për veprimet e tij, ka deklaruar ambasada britanike. Kërkesa e SPAK për arestimin e ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku u rrëzua në Kuvendin e Shqipërisë me 82 vota kundër, ndërsa 47 deputetë të opozitës votuan pro kërkesës.